përveç tani, çfarë ka ndodhur me Ilirianën? A mund më thush pak? Iliriana Oldashin. Iliriana Oldashit i ka dal emri, jo se ka patur anë kroçat, po kanë folën telefon njëri me të tjerë për Ilirianën dhe këta e kanë kërcënuar. Dhe Iliriana është zhdukur, ka marrë një raport pafundësisht për se kishte dosjen e Leon Velis. Ja pra, ky është mekanizmi se si këta e përcollën në raport me afat gjatë zonjën Oldashi. Sepse filani kishte thënë këto, ai kishte thënë ato po ato mund të kenë organizuar dhe vetë, kush i merr atë punë. Kjo formë kontrolli mbi gjykatësit të cilët trajtojnë dosje që shkojnë nga skapi merr fund. Do ketë një kontroll tjetër për këto, por jo këta që janë në konflikt të plot interesi. Së fundi, kush i kontrollon këta? A mund të ketë një institucion që pa kontroll, jashtë kontrolli, as kërkush nuk ekziston në një demokraci, në një republikë parlamentare nuk ka asnjë institucion jashtë kontrollit. Këta janë jashtë çdo kontrolli përveç pengmarrjeve, kontrollit pengmarrës.